Qendërsulmuesi i Shqipërisë U19 Gabriel Kulla po bën namin me skuadrën e Sassuolos në Primavera. Në ndeshjen e fundit kundër Veronës, talenti shqiptar shënoi 3 gola dhe dhuroi një asist në fitoren 7-0 të Sassuolos ndaj veronezëve. Gjatë këtij sezoni shkodrani ka 13 gola dhe 8 asist në kampionat, statistika të çmendura këto. Në Itali Kulla vlerësohet te i mase për aftësitë vrastare para portës mike, sikurse krijimin e hapësirave për shokët e ekipit, marrë në konsiderat numrin e lartë të asisteve. Edhe pse është vetëm 18 vjeç, me këtë ritëm shumë shpejt ai ka për t'u integruar te kombëtarja e madhe.